Mirë, shumë faleminderit. Ratë parë duhet të nënvizoj faktin që ashtu si kundër e bëm të qartë që është në momentin e nxehtë përballjes me zjarret, angazhimi moral po edhe ligjor lidhur me banesat dhe krerët e humbur të baktive do të mbahet pik për pik. Tani më është inventari i plot dhe të gjitha ata të cilët kanë humbur banesat apo krerë baktish duhet të jenë të qetë për faktin që me kalimin e aktit normativ të qeverisë së shpejti do të dëmshpërblehen qindark për qindark. Kjo besoj është shumë e rëndësishme, ashtu si kundër është e rëndësishme që të gjithë të fillojnë edhe të mendojnë për të marrë masa për të përfshirë në skemën e re të sigurimit të shtëpive nga fatkeqësitë natyrore, gjë që do ta sankcionojmë edhe në ligj. Kemi mbetur për një kohë gjatë për të vërtetës i vetmi vend në Europë që nuk e ka një ligj të tillë, dhe ka ardhur koha që t'i bashkohemi të gjitha vendeve duke i dhënë mundësi të gjithëve që për një kontribut modest të mund të jenë të siguruar nga fatkeqësitë. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për shtëpitë, sepse siç e dini të gjithë tek shtëpitë nuk i kemi lënë asnjëherë askujt asgjë mangut, por është fjala edhe për sipërmarrjet, për njësitë e biznesit, të cilat